Përshëndetje Rahim. E para, nuk gëzon me mendu që për shkak që ka pas kolona në kufi, edhe s'kom pas çka me bëj, jam nal me e bo një përshëndetje. Jo, special jam nal për ty, me që e kuptova që këmë thonë pjesë e emisionit, edhe ndjeva për obligim me bo një përshëndetje dhe me të falenderu mbi gjitha që jeni shok, dost shumë i mirë për krejt neve, edhe shumë i përgjithshëm. Rahimi për ndryshe për këtë ata që se njoftin është shok shumë besnik, edhe shok që kujdeset për krejt zemrat tona se qysh ndjemi, edhe është njeri i cili bën dhurata shumë shpesh shoqënisë. Kështu që e falenderoj shumë, vazhdo me kanë Rahimi njëjtë për krejt neve, para se me qenë aktor shumë i mirë, Rahimi është njeri shumë i mirë. Andaj besoj edhe çmoj shumë si dost. Përshëndes. Këta dy janë çuditshëm shumë. Mentori, s'kemi mund ta bindim ta sjellim në emision, por që për këtë video as nuk e diskutoj fare. Në momentin e parë që i kam thënë, direkt vetëm e dërgoj videon, dhe siç e tha ishte ndal enkas, kështu që kjo tregon shumë edhe për lidhjen tuaj, për miqësinë tuaj sigurisht. Unë se do kem mundësinë që unë t'ua kthej, po direkt po e filloj që për Abedinin e thash, për mentorin gjithashtu, mentori është prej Shkupit, edhe kur jemi punësuar, edhe prej anës atij ka patur një mikpritje shumë të madhe, teatr. Kemi filluar me mentorin, bashkëpunimi i parë është Shfaqja Nyjat, ku mua, Abedinin edhe Hetemin na morri Kushtim Bekteshi për të luajtur që ishin personazhe që i duheshin për hir të konceptit vet, i duheshin edhe një 3 personazhe të cilët nuk ishte para autori. Edhe me të vërtet kemi kaluar shumë mirë dhe pastaj që në një moment nuk ka lënë të ndjem i vetëm në Shkup, sepse normal që miqt i kisha prej Kërshove dhe prej Tetove shumica. Kështu që një djalë me të vërtet shumë mikpritës edhe bashkëpunëtor i mirë, nuk ka tekst që nuk e di, nuk ka moment që i kujtohet diçka dhe vjen t'jep një sugjerim, një indikacion për ta dalë sa më mirë edhe ti.